Ish presidenti Ilir Meta ka lënë qelin dhe ka mbërritur në Çepan të Skraparit, ku përcillet për në banesën e fundit babai i tij ndjer. Meta është liruar përkohësisht me lejen e SPAK, ku ka përfituar leje të posaçme nga struktura e posaçme kundër krimit të organizuar, mbas afro gati 2 vitesh në paraburgim. Meta është shoqëruar nga forcat e drejtorisë së burgjeve dhe sipas lejes së dhënë, ati lejohet të marrë pjesë si në ceremoninë martore, ashtu edhe në pritjen e ngushëllimeve. Babai i tij Recep Meta ndërroi jetë të hënën e datës 1 qershor, në moshën 83 vjeçare. Ceremonia e varimit u zhvillua në orën 12 të kësaj të marte dhe në bazë të lejes së dhënë, Meta mund të qëndrojë edhe në darkën që të shtrohet mbas ceremonisë mortore. E pranishme ka qenë edhe ish bashkëshortja e Metës, Monika Kryemadhi. Sipas burimeve, Meta pritet të kthehet në paraburgim në orët e pasdites dhe është parashikuar që të rikthehet sërish të mërkurën në mëngjes, nga ora 9 deri në orën 21, me miratimin e prokurorisë së posaçme, për të marrë pjesë në pritjet e ngushëllimeve që familja do të zhvillojë në Tiranë.